Imçi, do prisni përgjigjen, ju lutem, përgjigjen për ato çfarë ngritët për të treja pikët. Atëherë, në lidhje me pikën e parë, në bazë të ligjit organik të Këshillit të Ministrave dhe bazuar në një praktik të konsoliduar të Parlamentit Shqiptar, mund të delegohet, ministri ja dërgon ministrit për marrëdhënien me Parlamentin. Kjo është praktika e konsoliduar e Parlamentit Shqiptar. Në lidhje me ankesën që ju keni i nderuar deputet, në bazë të rregullores, ju lutem, ju kam tërheq vëmendjen, uluni në vend. Ju lutem, uluni zotri deputet, uluni dhe mos fyeni sepse do të kaloj në shkallën tjetër të tërheqjes vëmendjes. Uluni në vend, ju lutem. Zoti Imçi përsëri me ju, në bazë të rregullores, po ju rikujtoj rregulloren, nuk ka replik. Megjithatë, uluni që të mbajmë qetësi. A ka mundësi të uleni në vend që mos ta prishim seancën plenare? Atëherë, uluni në vend. Uluni në vend. Ulu në vend. Minuta pushim.